Pavarësisht rritjes së çmimeve të naftës dhe benzinës gjatë 2 javëve të fundit, kryeministri Hristian Mickoski deklaroi se Maqedonia e Veriut vazhdon të ketë derivatet më të lira në rajon. Ai tha se qeveria po monitoron lëvizjet në tregjet ndërkombëtare dhe pret që javën e ardhshme të ketë ulje të çmimeve, ndërsa nuk përjashtoi masa të reja nëse do të jetë e nevojshme. Taksat e aksizës analizojnë gjatë një periudhe 2 javore. Gjysma e dytë e muajit po afrohet drejt përfundimit dhe që të hënën do ta llogarisim mesataren për atë periudhë. Bazuar në këta parametra do të përcaktojnë çmimet e reja të derivateve të naftës. Është pozitive që çmimi ka rënë për 2 ditë me radhë. Sot është stabilizuar në rreth $85-86 për fuqi. Prandaj pres një ulje më të madhe të çmimit të dizelit dhe benzinës që nga java e ardhshme. Kryeministri tha se qeveria po ndjek nga afër zhvillimet në tregjet ndërkombëtare dhe nuk përjashtoi masa të reja, në varësi të analizave që do të përfundojnë në fund të muajit. Ai tha se duhet pasur parasysh se bëhet fjalë për një produkt që tregtohet në bursë dhe të gjitha shtetet furnizohen nga i njëjti treg. Sa i përket masave të reja, ai shtoi se po presin përfundimin e periudhës deri më 31 korrik. Ai theksoi se një herë kanë ndërhyrë me akcizat dhe pasi të përfundojnë analizat sipas ligjit, do të vendosin nëse do të ndërmarrin hapa të tjerë.